ato që nuk i di, mos i di fshakur. Këto që i di janë qysh janë. Prandaj nuk e kam problem se ja do Zotit të përpuna. A fal? I fal Po. njerëzit? Po, absolut. Po se s'ka ma mirë se më fal. Mas pari bën favor vetit kur fal. Se ngarkesën tonë që tu kam mbjell që to, e zbrazë largon komplet. Çka po dëma mirë se sa mos më koni ngarkum. Ti nëse nuk fal, edhe ki një mendje hakmarrëse ta mashton ndaj dikujt, më ka bëu dëm. Po ti më shumë i bën dëm vetet se atina. Është ngarkesë, Është ngarkesë e madhe, ti vetën tonë për smunde i bën problem. Andaj fal në tash porta rasti për rasti kuptoj, po folim në aspekte. A ka njerëz për shembull ndërime që nuk flet me vite? Vesh njerëz që nuk i kom pa mati. Ndoshta shoku Okej. shkollës mesme ka se Po nuk i kështu kom jo, pa mati. për shembull Edhe që kom t'ka vërejt që bu- nuk ka interes me fol, Okej. po nëse s'ka interes me fol, në zërë nuk më shtikër kanë me fol. Çka janë familjarë, çka janë njerëz kështu, flas gjithmonë. Okej. Me disa më rrallë, me disa më shpesh se tash edhe dinamizmi i jetës po ata imponon. Po njerëz që ti kam familjar, Po. flas me krejt. Me vite ka vis persona ndoshta që si kom pa mati për shkollës mesme. Ndoshta për shkollës. Je ti fillore. shoqërushëm ndërem? Po. Je i hapur kështu në tavolinë me njerëzit, me shoqërinë, bën batuta, ke humor. Po, me je i rrethën e hapur, a je ngushtë. këtë ndryshe? Me rrethën e ngushtë, po, me rrethën e gjatë, si persona ndoshta për herë Ashtu parë duhet pisha, qenë, jam pak po. më me rezervë se dallon persone pe personit. Shumë e Nëse në me ty me bëj garë me personin tjetër nuk me bëj garë se ndoshta se pranaj garën. Po. Do të me nuk ditë e limitet pranoj, e po. njerët. E kur është respekt me ditë limitet e njerët, e me respektu limitet e njerët, se në koncept mi respektu. Ose nësë kom qef një person të cilin së gjakur, ndoshta me bojnë hejgarë pa nevojë me mu, se Po, sepse nuk nuk ta kom jepën e lirin ty. Okej. Apo kupton? Mandej me kalimin e kohës, nëse njoftohen, ashtu që po përshtatëm me atë person, bojmë hejgarë pas një problem, hejgarë të marrë më shumë sportivite. Apo? Po, ma më Okej. shumë sportivite. Thonë kështu ndonjëherë njerëzit që takojnë për herë të parë që dukesh ndoshta mendje madhe ose ti pirënd ose diçka e tillë Shumë. ajo. A thonë? Shumë. Jo, njerë, po Ndoshta shumë edhe e në kam bazë të- fotografisë, kështu edhe në rrjetet sociale, shumë herë për shembull për mua kanë përshtypjen që dukem shumë mendje madhe, por realisht njerëzit kur rrinë me mua e dinë se po ne jam shumë e thjeshtë, shumë spontane. Besëm se unë kam këtë problem shumë me me njerëz se humor. njerëz Prandaj në fillim pyeta, po sepse- e mbajnë një farë qëndrimi. rezervimin, një farë Po. qëndrimi se mendoj se unë jam çashtu për natyrë, po që natyrë kam nuk më ndryshoj. Po mandej e kam vërejt në sens që kur filloj hin bisedë me ta, ndërron komplet. Ata ndrojnë ndaj meje, po edhe unë jam çdo çush jam. Ndoshta pse figurën hijen e kam çashtu, po ajo nuk po përcaktoj unë. Apo dhe Prima, po. ajo që nuk e përcaktoj unë, flas me ta, dhe më shumë shqetësueshëm bëjmë mohabet, a këta kam këtë kritikë kam prej kritik më thon po Ma na mori vërejt. mendja, se Po. s'ma mori mendja. Po ja çellove. A pse ti ndoshta ke kryqit përshtypje për mua, për shkak se në pamje të parë këtë mendojnë çështu, po mandej e shohin se nuk jam. Okej. Jam shumë në ndryshe pas asaj që do. Okej, jeni empatik? Po. Po jeni lehtë kështu emocional i ndjeshëm direkt në kpucat e tjetrit, edhe është gjëja më e bukur, është gjëja njerëzore mendoj, që kur dikush është kaq përfshihesh emocionalisht, kur dikush Po. është mirë përfshihesh Po, emocionalisht. po, jam E di që empatik. s'është mas mirë ti mbot me qenë kështu, por Jo, jam empatik, po rezervoj mi shfasjen e karantinës.